Mas shumë t'i bakshish në marrë 50 deri 100, këtë lafet buen të berberat. Dhe na I dim këtë punë të huja. Sot kena me abonit mirë qytetarëve bashkë me erditjen. Me ardhmi prej flokt pa pare te Privia. Is it gonna be my hair? It's for free. Ah, it's for free. Yeah. Këshirja mëre të retmonin, këshirja mëre. Falemindere qom. Wow. That's a pro work, yeah. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Ndodhemi te Prive Hair Studio këtu tek rruga B. Afër meje është Erditi. Përshëndetje, juve. Sot kena me abonit mirë qytetarëve bashkë me Erditjen. Kena me provu me dal me pyet dikën se a don me ardhmi prej flokt pa pare te Privia. Qa po thua Erdita, ka mund dal dikush ajo? Mendoj që po, shkani gjene dikon, më su këthani. Thot. Hajdeni me më. Po shpresoj që ka munal dikush, e s'na shkan hoq. Më fal. Qa po banë që shje, jam prej gazetës Demos. Dishta me të pyt, apo dënë me armi prej flok dikon pa pare, edhe në fund e kini produkt falas. Kalofshmim. Që ky vallaj s'është të më dok shqiptar, për provaj. Përshëndetje. Okay, it's okay. Hi. Hi, how are you? Hey, thank you. How are you? Mike, okay. So we're from Gazeta Demos. We're journalists. Okay. We're doing a challenge today. Oh, okay. We're gonna cut somebody's hair for free. Do you want to join us? Well, is it gonna be my hair? Yes, you're here. It depends. Is it for free or? Yes. I said it's for free. Ah, it's for free? Yeah. Well, I go to school after an hour, so is it okay? Yeah, it's okay. I think we're gonna finish it till then. Oh, okay, why not? Is it Okay, good? thank you. Perfect. Kena me provu me pa api pëlqejnë se qysh ja prejnë flokët në Kosovë. Sorry, I didn't ask you, what's your name? Oh, my name is Amir. So we are here. Are you excited to transform your hair? I am actually. I guess it's gonna be cool. Yeah, I think so. Hope it's not gonna ruin my hair though. No. Përshëndetje Erdit. Ta kena pu dikën, po Amiri është prej Egjiptit. Hello, how are you? I'm good. What about you? Good, thank you. Perfect. That's great. So, she told me that you're gonna give me a free haircut. Is that correct? Okay. Welcome. Oh, thank you. So you have to sit here, there, and Erditi is gonna tell you, or you're gonna tell him a pic, Okay. and he's gonna transform your hair. I can put those here. Erdit, që tash na e kena mundësinë edhe me bojë intervistën bashk edhe me të pyet pak a shumë për lokalin, derisa ju t'ja prej flokt Amirit. Erditi është tu e bë gati Amirin, edhe derisa e bën gati, po shpresoj që kë ka me ja tregu një frizurë se ç'është po don me bë. So Amir, Do you want to cut? Well, I'm kinda a wolf cut type of guy, but I know my hair isn't that long. But can you handle something like this? Like something similar? Okay. I guess that would be lovely. Yeah. na tregon fillimisht ç'është erdhi ideja ose që sa kohë merresh me flok. Me flok mirë nga me këtë profesion që 15 vjetë boti. Ideja orë për me qelë lokalin, pas edhe për para, një kohë kum pa uzu, apet e kum pa ma të arsyshme ventonin me hap një salon, më mundu me punu. Sa është premja të ti? Premja flokëve është 10 euro, me mjekër është edhe me lamet flokëve 500. Si fillim tash që e ke hap, apo ka t'interesum, ose a i ki klientat që ke punu ma herët me ta, që shkan? Po t'interesum shumë, edhe kemi edhe klientat që kina pas për para. Tash po munduam pak edhe ma mirë, diçka ma ekskluzive për klientat të ri, për këtë e kanë derën hapun, po munduam për të mirë diçka. A ka asi kërkesat që ditëshme nështë që kur t'vjen dikush veç nuk den qysh mi anis, ose të thot, bëma qështu që ashtu edhe si pëlqen ose diçka? Ka kërkesa të lyfare, ka edhe klient që nuk din as vetë qa po lypa, qa po dënë, po kemi dorim për mi ngu edhe me këshin me jabu ma të mirë. Erdit qysh përshkon puna? Mirë shumë, për momentin o mirë shumë. Atë ka ra me pas ma herët klienta prej jashtë, ose qysh je kuptu me ta, qëfar frizura zakonisht dojnë, se janë pak ma thjeshtë. Po, kena pas
Po shumë klienta të huj, ose që po vina me punë në Kosovë. Vina mirë veshëm më anglisht, më letë, kërkesa ty në mas shumë të është me fejt. Flok me bësh skat, me si frizura tash që po mbohen më shumë. Sa kohë zakonisht zgjat një prerje, tamam kështu perfekt, me krejt? Me bu një premje shumë të mirë tamam, ti merë kohë 30 minuta dhe në 40, varet dhe për klienti që lyp. A ka prej atënve që t'lojnë bakshish? Po, ka klienta shumë, njerës që jenë, sidomos maraklin flok, ka që i lojnë bakshish shumë. Sa ke marrë mas shumë të bakshish? Mas shumë të bakshish në marrë 50 deri 100. Nuk është e shpesht, ama ndodhë shumë rrallë në herë me klient që njihet mirë, ka qef, për respekt. Erdit që shëdim llafet ma të mdhaja, po foli për te qikat, bëhen te frizirkat. A ndodhi njëjti sen edhe te berberat? Po, njëjtë është të berberat, këtë llafet bëhen te berberat, edhe na i dim këtë punë te huja. A të ka ndodhur erdit ndonjëherë që pahiri i ke hi pak ma shumë flokëve dhe ja ke prish dikojnë? Po, na ka ndodhur, sidomos në fillime profesionit për ja kena nisë. Edhe tani masane që ke bo me qëtë situatë? Në atë situatë, jena mundu tani me janë ndryshu krejt, i ka ndodhur flokin ndryshe. Edhe, që të thonë? Kur gjë nuk ka, zakonisht nuk është dikur që ta bën shumë të madhe. Se është pak diçka që ndodhë gjithkujna, sidomos në fillime profesionit. A i ndrojnë shumë frizerat djemt, a jo? Zakonisht jo, momentin që bjen frizer të mirë është shumë problem me ndru frizerin. A e ke arriti qëtë sen me klientat e tu? Ka me klientat e mi që i kam gjithmonë, e kom arrit shumë atje edhe i kem krejt mishteri tonë. Sa i përket bakshisheve, a ka ma shumë që lojnë t'jashtit, a edhe në Kosovë që jetojnë? Ka dhe në Kosovë që lojnë bakshish, ama mërgata janë ma të fortë si gjithmonë. Ti bashkë që tash në sezon, qa po pret prej sezonës? Në sezonës presëm i kemi dyrqel për këtë mërgatën tonë. Se deri që tash me erditin, se kena pyt hiq Amirin se që shpënihet edhe api pëlqen që shë kanë prit. Amir, are you okay? Yes, I'm having a wonderful time actually. Are you enjoying the coffee? Yes, the coffee, I mean the haircut, the chair is super comfortable. I love it. Love the experience. I'm gonna ask something from Kosovo. Are you loving so far Kosovo? Yes, I love it pretty much, and the people are super nice actually. Yeah, I didn't expect that, but people exceeded my expectations. Yes. So are you gonna tell your friends about this experience, like cutting your hair for free? I mean, right away, they would love the free thing. Yes, for sure. Po mdoke që qëtash o kry, qërja mëre tretmanin, këshërja mëre. Cilat janë synimet për lokalin, që keni mend me bo masaneja, pretendoni me qile dhe na i pik tjetër? Synimet për lokalin janë me rrisa ma nalt, edhe me dorë zoti, inshallah i qile me pikën tjetër, varet që është me ecë puna. Edhe një mesazh për krejt klientat, pse duhet me orë të ti? Klientat e na dojnë me orë, se mas pari pritjen ja bojmë mirë, shërbimin ja bojmë duhur, i shërbime kërkesat e tyne, ju me qefet tona, për që ta mendoj që e kam besimin për marrë prej. Faleminderit shumë Erdit që e ke gjitë kohën edhe s'ke pritu mas pari me boqit trepa që të challenge, që është me thonë me neve, edhe shpresoj që veç puna ka me të shtu. Faleminderit shumë për juve, inshallah dhe jo të veç keni suksese të mëllë. Po dhe do pyetje pja bëjnë fund Amirit. Do you like your results? Actually, it's way better than what I expected. That's actually a pro work. It's really, really good. I love it. Okay. So, are you recommend your friends to come here or something like that? 100%. They would love it too. Do you want to say something to us or to Erdit? Yes, I would love to tell all of you. Falemindere Chom. Wow. That's a pro work, yeah. Professional. Very good. Thank you very much.